2 persona humbën jetën brenda pak orëve, pasi moti I keq pushtoi Greqinë këtë të mërkur. Një roje bregtetare u mbyt në tentativë për të lidhur dhe siguruar motoskafin e shërbimit në zonën Astros të Peloponezit, ndërsa pak orë më vonë në Athinë një grua u përplas për vdekje nga një makinë që kishte marrë rrjedha e ujit. Moti I keq me shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi era përfshiu të mërkurën gjithë vendin fqin, ku brenda pak orëve në Athinë u raportua se rampi 145 ml shi. Autoritetet raportojnë për dëme të mëdha në shumë zona, ndërsa me 10 automjete I rrëmbie uji nëpër rrugët e pushtuara nga uji. Meteorologët paralajmëruan shtrëngata shiu dhe rreshje dëbore në zonat malore, që pritet të vazhdojë deri pas ditën e sejtës. Mbrojtja civile u kërkoi banorëve të zonave në rrezik të mos dalin nga banesat e tyre, nëse nuk ka një shkak serioz, ndërsa gjithë mekanizmi shtetëror është vënë në alarm. Gjithë rrugët e Athinës ndodhen në pushtetin e ujit, ndërsa në zonën e Patrës është pezulluar lundrimi drejt porteve të Jonit dhe drejt Italisë për shkak të erës së fortë.